E ku jemi sërish bashkë të nderuar shikues dhe tani gati që të zhvillojmë edhe bisedën e parë në studio kësa herën e kemi njës bisedën që është para se. E kemi halë se cili mi prezentu kështu, që të jemi kështu soma ma drejt për drejt. Po që kemi mësafir shumë edhe kjo na gëzon, e kemi me rend, kjo është arsyeja. Edhe të të flasim sot për rodën ekonomike shqiptare me zotin Hyzer Gashi, si që paralajmëruam, dhe të shohim se si Turqia është interesuar për investime strategjike në Kosovë dhe këtu partner, ose një dorë zgjatur në këtë aspekt, është roda ekonomike shqiptare. Përshëndetje zoti Gashi, gjithmonë kënaqësi ju pas në studio. Mirëmbrëma, përshëndetje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën, ne vetëm e filluam kështu muhabetin para se të hynim edhe aksion fakti kur ka të interesuar dhe jashtë vendit tonë për me investu, se në fundit gjitha ta punëtorë, gjithë rendimenti bëhet në vendin tonë, apo jo, dhe kjo në aksion. Fillimisht, nga të regoni për këtë interesim të shtetit turk, të besoj edhe populatës tonë që i kemi atje, për të ndrejtë biznesmenave, cilë të dëshirojnë të investojnë në kuadrë të odës ekonomike shqiptare, ku ju jeni aty në krye, bashkë me kolegët e ju. Fillimisht duhet të ju them se iniciativa lidhur me investimet e mundshme nga vllazërit tonë, nga mërgata jonë në Turqi, e sidomos nga Izmiri, kohëve të fundit, ka tregu se ne duke pa gjeografinë e afërt që po edhe gjuhën, po edhe të kalumen e trungut tonë, që pa drejtësisht është nda, ne e kemi dhënë një prioritet që të nxisim një mundësi të investimeve që mund të vinë, pasi që ne kemi has atje grupe mirë të organizume dhe që kanë një potencial, që kanë një përvojë dhe në këtë drejtim e kemi bo pritjen e një delegacioni cili ka qenë nga Izmiri para 3 jave, e që do të vjenë edhe me datën 16 tetor, do t'jenë prezent, dhe në takimet që i kemi organizu me ta, kemi pa një interesim mjaft serios, edhe ne u kemi dhënë informacionet tona këtë se si i kemi ne kushtet, se si janë faktorë që në rrethojnë ligjor, infrastruktura jonë dhe nevojat tona. Interesimi është tregu në mjeksi, ka një disponim shumë të madhë. Pra, mjekësia është fusha ku po interesuar më shumë? Mjekësia ka qenë aja që edhe mu më la një përshtypje se referencat e ati spitali ishin evropiane, që do me tha, pse edhe u përkufizum ma gjënësisht rreth kësaj, ishte çështja që plot njerëz tonë sa udhtojnë për një nevojë këtu në Istanbul. Do të reduktoheshin shpenzimet nëse ata e binë një spital nga konglomerati ose nga numri i madh i spitaleve që kanë gjithandej, edhe që kanë arritur suksese. Dhe ne u thamë që jemi të gatshëm që të punojmë këtë drejtim, duke siguru vendin ku do të ngritet, dhe do të reduktohen shumë shpenzimet tona për udhëtim drejt qendrave si është Samboli e Gjetiu, dhe njerëz tonë këtu që janë përgatitur sigurisht do të jenë punëtorët e parë ose ata ekspertë e parë që do të ofrohen rreth kësaj bërthame që ka një të arritur. Kështu që në njëjtën kohë do të përfitojmë përvojë, po në njëjtën kohë do të ulen kostot e udhëtimeve dhe njerëz do gjojnë shërbimet këtu. Unë me thot drejten këtë e thash pasi vi nga një zonë ku jam prezent, zona që është një qyteze bukur, Shtimja, që po zhvillohet dita ditës, edhe Ferizaj, edhe Lipjani, do t'jetë aty dikun spitali i koncentrum që do t'jep këto shërbime. Çështje tjera, në agrobiznes kishte një përvojë shumë të theksuar nga ata, disa kompani që do të na mundësonin për mi kompletu mundësit tona të njëjtën kohë për mu kompletu shumë produkte që vinë nga bota, po mëndej nga bujësia tek ne, po me një përvojë që ata e kanë, kështu që do t'jenë ndërmarrje të
formume në kuptimin e një bashkë investimi. Edhe sigurisht që do të ketë një punësim direkt, sidomos gjinisë femnore, për paketimet e ndryshme, si ishte rasti me ullet e cilë do të shkonin për tregje evropiane. Po pse pikërisht Kosova? Cila ishte ajo që po i bën kurioz këta investitorë për Kosovën? Investitorët i bën kurioz se Kosova paraqet një mundësi për ta, si një treg, si një vend ku mund të përdoret edhe si një mundësi për të bën këtë produktet dhe për të eksportuar edhe në vendet e Evropës. Po të njëjtën kohë ne do të shfrytëzojmë përvojat dhe nuk do të them që ne do të rrithmi investime që ata do të jenë krejtësisht investitor, po partneritetet tona me atë përvojë që ne kemi rritë dhe të atyre ne do të kompletojmë dhe do të jemi më mirë të përgatitur. Kishte në fushën e mobilerisë që janë shumë zhvilluar, kanë një zinxhir mjaft të madh, kishte edhe në fushën e ndërtimtarisë, po mendoj që janë disa fusha, sigurisht do dalin edhe fusha tjera. Niveli tyne kishte tituj akademik që vinin nga bota e universiteteve atje, që ishin prezent aty dhe që kishin studiu në për botë dhe kishin një eksperiencë të mirë. Eshte që ky takim mu më dha një mundësi që ta sensibilizoj, ne dje kemi drejtuar dhe kryeministrit edhe kryetarës të shtetit për ta informu për një takim të mundshëm, pasi që ata me 16 do të qëndrojnë këtë, edhe takimin një mundësi që më gjërësisht të bisedojmë se si kena na me fillu me takime konkrete. Unë mendoj që çdo investitori jashtë spori do të takoj biznismen tonë këtë, afarist tonë që kemi mjaft suksesshëm, pasi që nga ta morrin shumë informacione direkte dhe të vizitohen edhe institucionet e shtetit për të pa një disponim në aspektin strategjik zhvillimit shtetit, po dhe infrastruktura ligjore edhe fiskale edhe të gjitha infrastruktura tjera që e përcjellin një ambient të bërit biznes, se a është i volitshëm dhe si është. Me gjithë disa mungesa që ne i kemi, nuk do të ndalemi në mungesat, po do të shkojmë nga ato që i kemi përparësi. Mirë, zoti Gashi e përmendi një pjesë që është shumë e rëndësishme, kjo pjesa e, po e them, të institucioneve dhe ka pasë dhe me jedhet, jo që nuk shpresojmë, po kemi gjithmonë themi që jemi të hapur për investitorë të huaj që vinë në vendin tonë. Ka lehtësira për ta, pasi që kjo pjesa e dokumentacionin nga njerë të tokës, edhe ata kërkojnë diçka që normalisht të kenë edhe ata benefit që vinë nga jashtë, që tjetë pasi që kjo pjesa e dokumentave shumë herë dinë të qaloj edhe ndodhin disa probleme, që në fund kemi pas raste fatkeqësisht që kanë dështu disa projekte. Që kjo mos të ndodhë, kjo është ide. Unë mendoj, duke ardhur nga një botë e biznesit, me plot 35 vite përvojë, ne nuk do të mund të hapemi, nuk do të dim se çfarë përgatitemi derisa nuk kontaktojmë, se çfarë kërkohet edhe çfarë mund të ju shërbejmë të tjerëve. Në të njëjtën kohë, edhe ne që jemi brenda shtetit tonë, sigurisht se me përvojën tonë do t'i njoftojmë institucionet tona se çfarë na nevojitet, duke shku nga rruga e zvoglimit të birokracive të tepërume, që në këtë drejtim besoj që krijimi një agjencie shtetërore, e cila do të kontaktoj investitorët, pa kaluar atë nëpër zyrat, gjitha zyrat e shtetit tonë, do të zvogloj kohën dhe në këtë do të jep informacionin e duhur edhe për të informu se çfarë i dohet shtetit tonë në njëjtën kohë, po edhe investitorëve të huaj t'ju tregohet se Kosova është me gjithë disa dobësi që po na përcjellin, është shumë atraktive për investime për të ardhmen. Do të thonë kemi plot fusha ku ende janë të prekura.
Unë e kam për dëshirë të thëmë edhe e kam paraqit një ide që, për shembull, hoteleria dhe turizmi. Ne kemi këtë, sidomos Brezovicën, po e shtëm fokus se ka dhe zona tjera që në fakt mund të lidhmi, mund të mbojmë turistin dhe janë mjaft atraktive, se janë potenciale ekonomike që i kemi tonat dhe nëse këtu i qasemi me një partneritet publiko-privat, çka në kuptë që edhe shteti, po dhe ne si biznes e gjojmë këtë bashkëpunimin për musë. Po edhe pse, ka njëherë nuk do të mbyllmi goca jonë, thomi, veç na mund zhvillomi. Krejt bota do më ha zhvillohet duke kriju partneritete, edhe investitor tjerë. Kështu që këto partneritete ku ka potenciale shkojnë, dhe me thënë lëvizja kapitalit, neve në sjell mundësi të një mirëqenie më të mirë. Do ishte zgjidhje kjo pjesa, si që përmende, ndoshta që institucionet me kriju një, po e them kështu, po një komision për këto sistemet burokratike që mësme pas, edhe pse ka lehtësira, për të drejtën janë ligji thotë që ka disa prej lehtësirave që ofse mbaret për investimin, mbaret se sa punëtor do futen, po në këtë rast shembull që ofse është një spital, besoj që ne kemi nevojë për spital. Të reja. Unë e thash se agjencitë e investimeve, është aja një zyre ku kryeministri mund të jetë i lidhur me agjenci, aja është një zyre pritse për çdo investitor, jo vetëm të huajt, po dhe vendor. Mes me kalu nga disa zyra, po do të kemi një orientim. Edhe nga kjo zyre morëm informacione që mu zvoglu koha e pritjes për një investim. Do me thonë, në këtë drejtim do të punojmë, në këtë fush. Kushdo që të mendon edhe vjen ose votohet për me drejtu këtë vend, nëse thomi në 5 vitet e ardhshme ose 4 vitet, e në 2030, ne do të kemi një strategji. Se çfarë neve një analizë që po e kërkon bëhet realisht. Unë 2 drejtime në odë, ne kemi bo një strategji, kemi një program, investimet më të mëdha do t'i drejtojmë në Mitrovicë. Do me thonë, në Mitrovicë, pasi që Mitrovica si një vend politikisht i pas stabilizum, do të stabilizohet nëse do të kemi investitorë serioz aty, njerëz do të shohin perspektiven, dhe ne atë do të fokusojmë, po e mendoj konferencën ndërkombëtare të motë Kosovë për investime, mund do që do të motë Mitrovicë. Qëllimi është mu sensibilizu të gjitha ata që vizitova New York, që kanë një potencial të mirë, se çfarë mund të investohet në të zona, dhe kush më mirë se njerëz të afares që i din saktë se çfarë dohet, ata do të bojnë një presion të qeverit, pa morë parasysh, se qeverit në çdo vend janë eksposte, shka në kupton që janë mrapa ngjarjeve, po të shkojmë paralel. Ne duke bon një presion pozitive, kam fjallën, që të thomi, nëse kemi nevojë për energji ndjellore, të lehtësojmë procedurat e marrjeve të licencave, pasi që ne do të në 2030 të thomi, ne kemi energji eko të pastërt ose 3x3, kemi 50-50 me këtë që e kemi nga Thëngjilli. Që do me thotë, do të janë paro, edhe struktura ekonomike jonja nuk do të shkoj tash në ndërtime, pasi që mirë kemi hecë në ndërtime, po do të mungesa e këtyre projekte mund do që betonizohet kapitali. Kështu që në këtë drejtim ne të orientojmë që ne kemi një vend ku ka këso energjie ose ka kjo, është një nga faktorët më stabilizues. Ne kemi bërë rrugë, shumë mirë janë ato si janë, ne tash do të bëjmë energji. Ligjet, ne i adaptojmë si pas një nevoje duke bashkëbisedu. Nuk ndrojnë ligjet, derisa nuk, po mendoj, nuk jemi në një kërkim, e presioni që, po mendoj, kjo kërkesat që vinë nga bizneset vendore janë më të pafuqishme. Ne, për shembull, në energji, para një javë ditëve unë kam pas partner ndryshëm që janë të interesuar më u fut në një plan tonin që kemi filluar me investu,
me 30-40% ku e diun. Do me thonë kryur. Mendoj që në këtë drejtim, nëse thomi të 2030, ndryshimet që bon në botë, dhe ndryshimet që do të ndodhin të ne do të jenë shumë të mëdhaja, nuk do të bisedojmë na për tema që nga njëherë e zomë krejt opinionin për tema që neve na vynë përforcimi i bazës reale, zhvillimore vendit tonë, kompanit tona që kanë tregu performancë të mirë, në zhvillim, jo në eksploatim të kapitalit edhe qitja jashtë, por duke e përkra përdhusin tonë drejt për drejti me gjitha donacionet e subvencionet edhe duke e, për shembull, në rastin e eksportit, duke e sponsorizu atë për rritjen e eksportit tonë. Me rritjen e eksportit ne dhe prodhimit mund të jemi ma qëndrueshëm, na fatxhat. Qartë. Ne kësa ere kemi fokusu pikërisht tek shteti Turk si partner të mundshëm në këto zhvillimet e fundit që përmendet, megjithatë edhe Amerika nuk është larg këtyre investimeve, më fal takimeve që ju si OT keni realizuar dhe keni vazhdimisht në kontakt. Unë në New York kam qëndru 7 ditë dhe kam pas rastin me vizitu të gjitha shoqërit të organizume, biznesore atje dhe gjitha institucionet tona që kemi atje dhe një nga temat ka qenë që me pa interesimin e tyre për Kosovën. Edhe fakt, sigurisht pa unë mbyll viti do t'jem edhe një herë që tani do të kemi biseda konkrete se çfarë neve kemi nevoj. Edhe në Londër, edhe këtë ku janë koncentrum, mjaft shqiptarë që kanë sukseset mëdhaja, nuk tham që ta bojmë atë gocën, ta mbyllim i krejt, po edhe kjo moto e kësaj shoqate biznesore ose oda ekonomik shqiptare është që të nxit të shqiptarët një mundësi të integrimit ekonomik tonin. Që do më thonë kjo neve ta njohmi një tjetrin me fuqin e potencialeve që ata kanë. Edhe nuk janë të pakt. Ne po shohim që edhe janë të suksesshëm. Po befasoheni kështu? Do të gashi keni shërbëruar biznes po. Nëse tham me taku me pi kafe me Mira Muratin që po ban një punë të shkëlqyeshme për inteligjencën dhe po thonë ata që do të investojnë në këtë drejtim, do të ecin më shpejt. Që do të thonë sa ma shumë teknologji të kohës që do të investohet, ne më shpejt do të zhvillohemi. A dhe në këtë drejtim kam pa një vullnet që të investohet edhe ne edhe administratën do të reformojmë bazë asaj teknologjie. Që do më thotë, krijojmë standarde ku komunikimit janë të shpejta. Nëse një investitor do të merr informacione për shembull për shtetin tonë këtu, në Kosovë, ai do të merr me shpejtësi shumë të madhe nëse ne kemi arrit me instalu këtë rrjet të informacionit. Dhe menoj që jo vetëm për Kosovën, se ne nuk jemi të fokusuar vetëm këtë, mirë po, ne për shembull në Ballkan jemi të fokusuar në Shqipëri, këtë kemi dhe atje bisedime, se nëse kufit janë administrativ, potencialet janë masiv, që nënkupton ai komparativiteti për shembull në turizëm, nuk mund të zhvillohet vetëm turizmi detar pa ato malor. Po do me thosë se turisti ku shkon në një vend, ne mund t'i shohim edhe t'i prekmi përvojat e Turqisë, që do me thonë janë shumë ma shumë përpara se ne. Do me thonë ne kena mundësi me shëdzu këtë, pasi 3 tonë janë potenciali shumë i mirë, por nëse ata nuk i fusmi në këto mundësi, atëherë ata do të gjejnë dikon tjetër dhe qëllimet janë që potencialet t'i ruajmë. Ne nuk mund të shkputemi nga tregu evropian krejtësisht, por ne mund përvoja të shfrytëzojmë mençurisht për sistemet tona këtu ku jemi. Mirë, neve në mbetëm ju dëshiru shumë suksese në këto partneritetet, në këto mundësi që vë ofrohen edhe Kosovës përmes këtyre marrëveshjeve dhe me zipresin t'ju kemi përsëri në studio dhe flasim për investime konkrete që do të ndodhin në vazhdim. Fare nuk dyshoj që nuk do të arrijmë në këtë drejtim, duke u bazuar në një përcjellje, në një informacion që kam.
Ishte kënaqësi, ju falenderoj për hapësinën që po më jepni dhe i përshëndes të gjithë dëgjuesit e juaj. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi.